Kosovë. Sonte nga qyteti i energjisë, i punës dhe qëndresës, po e hapim bashk një rrugtim të ri për Kosovën. Një rrugtim për t'i thënë stop krizës, për ta kthyer shpresën, për ta ndryshuar Kosovën. Dhe nuk ka qytet më domethënës për ta nisur këtë rrugtim se sa Ferizaj, qytetit që ka dëshmuar se qeverisja e mirë është e mundur. Prandaj me shumë kënaqësi ftoj në skenë kryetarin e komunës Ferizajt, një nga shembujt më të mirë të qeverisjes suksesshme të Partisë Demokratike të Kosovës, zotin Agim Aliu. Mirë mbrëma Ferizaj. I nderuari kryetar i Partisë Demokratike të Kosovës dhe kandidat për kryeministër të qeverisë së Republikës Kosovës, miku im i çmuar zoti Bedri Hamza. I nderuar kryetar i shtabit zgjedhor të Partisë Demokratike, kryetar Memli Krasniqi. I nderuar kryetar Fatmir Limaj, mirë se erdhët në Ferizë. I nderuar leadership i Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuar kandidat të Partisë Demokratike në listën zgjedhore të Partisë Demokratike, të nderuar kryetar të komunave të Republikës Kosovës, zoti Ladrovci, zoti Ballazhi, zoti Vishi, shumë të nderuara dhe të dashura, familje të dëshmorëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, veteran e invalid të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, veprimtar të çështjes kombëtare. Struktura drejtuese të familjes sonë të madhe politike Partisë Demokratike të Kosovës, të dashur Ferizajasit e mi, zonja dhe zotrin. Mirë se erdhet në Ferizajin e fitoreve, në Ferizajin e pamposhtur e sinonim të punës së mirë, modelit qeverisës në shërbim të qytetarëve, shembullit se si Partia Demokratike e Kosovës qeveris me qytetarët dhe për qytetarët. Po nis sot në Ferizaj marshi ynë drejt fitores për Kosovën siç e meriton, për secilin qytetar siç e pret, ta bëjmë ndryshimin e madh, t'japim frymë qenies sonë shtetërore e ritme të reja zhvillimi. Në Ferizaj, siç na flet faktueshëm historia, zun fill pa fund, nisma për kombin, për lirin, për Republikën. Nga Ferizaj i shpirtit të papërkullur, dinitetit që as nuk shitet e as nuk blihet, zërit qëndrestar e të pashuar të ndryshimit, jehon kambana që të rret për ndryshimin e madh, për Kosovën,
për ndryshimin për të cilin Kosova lëngon. Nuk ka se si të jetë ndryshe shpirti i frizezve, gra e burra që mishërohen me atë dashurin, njohin në gjithë kapilarët e tij zhvillimin e simbolizohen me sukseset. Kjo energji i duhet Kosovës, kjo kronik i mungon tregimit të sotëm për Kosovën. Më 7 qershor nuk është thjesht një garë mes njëri tjetrit e as besimi i shndruar në numra elektoral. Jemi përpara betejës për Kosovën të bashkuar për frymën që e mban gjallë e jep jetë themeleve të saj. T'i japim bashk kahjen e duhur Kosovës, ta mbrojmë themelin e saj, gjakun e sakrificat për lirin, ta bëjmë Kosovën t'i hap syt e të shoh kthjellët drejt së ardhmës, e fortë, me zhvillim që preket e ndihet nga secili, e papenguar drejt horizonteve ku përket, krah alateve që e mbrojtën themelet e qenies së saj, për Kosovën që dinitetin e saj, lirin e saj, emrin e Republikës e që ndisi me gjak, pushk e jo fjalë. Kush më mirë se partia e çlirimtarëve, partia e Hashim Thaqit, e Kadri Veselit, e Jakub Krasniqit, kush më mirë pra se partia e çlirimtarëve, partia e Hashim Thaqit, Kadri Veselit e Jakub Krasniqit di dhe provat se mund ta bëj Kosovën ashtu siç e meritojmë. Nuk ka kohë më përpritje, është koha tash. Ja kemi borxh brezave, i detyrohemi amanetit të dëshmorëve e martirëve tanë. Kosova nuk ka ditë për të humbur e as vite për t'i çuar dëm. Ajo pret nga ne, nga të gjithë ne, nga secili qytet e fshat, nga çdo lagje e mira familje, nga secila mosh e çdo profesion, t'i thot mjaft. Mjaft vendumrimit, t'i thot mjaft retorikave shterp e konfliktit të ndezur politik. Më 7 qershor i themi po, ecjes përpara, shpejtojmë hapjen për të zënë kohën e humbur. I themi po, perspektivave që presin të hapen për Kosovën, për shtetarët e saj, mirëqenien e tyre, me dëshmi pune e jo kulla letrash, pa drama e nonsense politike, në qetësi e normalitet, me stabilitet e shtet të një mend. Kudo sot ndihet zëri i revoltës, mbijetesa është kryefjala e përditshmërisë, ekonomia e rënë në gjunë që numëron qindarkat në xhep, komunat buzë falimentimit pa mundësinë të ofrojnë edhe shërbimet më bazike, më themelore. Arsimi që dijen e cilësinë nuk ja rangon si prioritet, shëndetësia që mbahet me zor në jetë, bujqësia që për prodhimin nuk garanton treg e siguria që po shkërmoqet në syt e gjithë secilit me statistika të frikshme çdo ditë. Nuk janë thjesht çështje private, as raste të izoluara apo fenomene jetëshkutra. Janë alarmi i gjithë shoqërisë, është kambana për veshët që dëgjojnë e syt që shohin, është nervi që pulson jetët tona në çdo ditë.
Kjo është kryetema e Kosovës. Këto janë prioritetet e qytetarëve. Me Bedri Hamzën kryeministër, me Partinë Demokratike të Kosovës, këto janë prioritet i qeverisjes. Secili nga ju e nga kudo në Kosovë e di se Bedri Hamza ka dijen, ka vizionin dhe platformën qeverisëse, ka dhënë provat e dëshmit, ka guximin dhe shuan profesionalizmi për t'i bërë pritjet e Kosovës realitet. Ai ka ekipin, ai ka energjin, ai ka vizionin për ta ndryshuar Kosovën. Njeriu i duhur, njeriu i dëshmuar për ta bërë më të mirën për Kosovën, për ta bërë atë që qytetarët dhe Kosova pret prej tij. Këti vizioni për ndryshimin që pret Kosova i bashkohen edhe kandidatët tonë për deputet në Kuvendin e Republikës, ku Ferizaj përfaqësohet me zërin e vërtet të ferizezve, me personalitete, me vlera të spikatura, adhetare e profesionale që padyshim kanë pasur e do të kenë besimin tuaj. Është Elmi Reqica. Arbnora Salihu. Rashid Qalaj. Kaltrin Lohaj. Elbasan Osmani. Lulzim Aliu. Fatmir Ramusholli dhe Besim Hoxha. Pra, kjo është skuadra e Ferizajt për Kuvendin e Republikës, ata që nuk kursyen gjatë gjithë angazhimit të tyre e janë gati për nismat e projektet e reja për Ferizajn, për më të mirën për Kosovën, bashkë me kryeministrin ton Bedri Hamza. Ferizajasit, nga ky sheshi i kryeherojt ton, Adem Jashari, jehojnë me zërin e tyre veç një fjalë. Po Bedri Hamzës, kryeministër, po Partisë Demokratike të Kosovës, po kandidatëve të listës fituese të Partisë Demokratike të Kosovës. Mbi të gjitha, Ferizajasit i thonë po Partisë së Hashim Thaqit, Kadri Veselit e Jakub Krasniqit. Të dashur bashkëtar, zonja dhe zotërin, në verën që po hym, Kosova pret bitë saj, me mall e krenari pret etrit e themeleve të lirisë e pavarësisë. Kosova mezi e pret Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin, Recep Selimin e lirin për çlirimtarët tanë. Andaj, Kosovës për cilën ranë ka shumë dëshmor, sakrifikuan brezat, Kosovës që lindi emblemën e lirisë e krenarisë kombëtare, ushtrinë çlirimtare të Kosovës, ja kemi borxh t'ja kthejmë dinitetin, ta mbrojmë identitetin duke ringritur e fuqizuar Republikën tonë. Kosova dhe qytetarët e saj duan të jetojnë, jo të mbijetojnë, të planifikohen vitet, jo të shtyhen ditët. Duan
ide e zgjidhje, jo retorik e propagandë. Një vend ku mbillet e gjallëron shpresa e mundësit, jo krizat krah për krah njëra tjetrës. Të ecim bashk përpara, ashtu si meriton Kosova jon, Feriza ynë, si meriton çdo pëllëmp e kësaj toke e çdo qytetar i Republikës. Me 7 qershor, secilin nga ju e ka në dorë fatin e Kosovës. Bani në krah ëndrat e fëmijëve tuaj. Qelni horizontet ku secili për jush gjen mundësin. Zgjedhni kahjen e rrugën që bashk duam të ndjekim me besimin e bindjen në fitoren e Kosovës, në fitoren e shtetarve, në kurorën e triumfit që i përket Republikës Kosovës. Me Bedri Hamzën, kryeministër, me qeverisjen e Partisë Demokratike të Kosovës, ecim bashk përpara. Na prift e mbara fitore. Faleminderit kryetar zotja Agimaliu për fjalimin dhe punën e jashtëzakonshme që bën në Ferizaj. Të dashur qytetar, çdo familje sot e ndjen krizën, por ne nuk kemi ardhur vetëm për të folur për problemet. Kemi ardhur me vizion, me plan, me zotime konkrete për ndryshim. Tani uftoj të ndjekim bashk videon me 5 zotimet kryetore të kryeministrit të ardhshëm të Republikës së Kosovës, zotit Bedri Hamza. Unë jam Bedri Hamza dhe këto janë 5 zotimet e mia për të thënë stop krizës dhe për të ndryshuar Kosovën. Çmimet e tatimet më të ulta, pagat e pensionet më të larta dhe mbështetje për bizneset. 50% më shumë para në xhepin e çdo familje kosovare, më shumë mirëqenie për të gjithë, investime në energji, infrastrukturë dhe teknologji të reja që Kosova të prodhojë më shumë, të zhvillohet më shpejt dhe të mbajë ritmin me rajonin dhe botën. Shëndetësi cilësore, me shërbime më të shpejta dhe të qasshme për çdo qytetar, sigurime shëndetësore, borna falas për smundjet kronike dhe trajtim me dignitet për secilin pacient. Shërimi është e drejtë, jo privilegj. Arsim konkurrues, aftësi për të ardhmen dhe mundësi për të rinjët, bursa, aftësi për tregun e punës dhe mbështetje për talentin e secilit të ri në Kosovë. Drejtësi e pavarur, e panshme dhe efikase, zbatim i plot i ligjit për të gjithë. Drejtësi që nuk vonon. Me 7 qershor, zgjedhja është e qartë dhe ajo të përket vetëm ty. Voto PDK 125. Stop krizës, ndrysho Kosovën. Të dashur të pranishëm, tani u prezantojmë listën e kandidatëve të Partisë Demokratike të Kosovës për deputet. Me numër 110, Fidan Smaili. Me numër 109, Bekim Haxhiu. Me numër 108, Mimoza Veselaj. Me numër 107, Aida Dërguti. Me numër 106, Shaqir Hetemi. Me numër 105, Erna Murturi. Me numër 104, Valon Veseli. Me numër 103, Qëndrim Kryeziu. Me numër 102, Labinot Lulaj. Me numër 101, Jetmira Regjepi Lika. Me numër 100, Mentor Ismaili. Me numër 99, Isak Neziri. Me numër 98, Safete Maliqi Qormemeti. Me numër 97, Agron Paqarizi. Me numër 96, Jehon Jashari Miftari.
Me numër 95 Abdyl Bajrami. Me numër 94 Fatos Shala. Me numër 93 Lirie Demiri Sadikaj. Me numër 92 Arjanit Kabashi. Me numër 91 Fehmi Bekteshi. Me numër 90 Ilir Peci. Me numër 89 Alban Kastrati. Me numër 88 Tringa Bujupi. Me numër 87 Armend Thaçi. Me numër 86 Valbon Muzaçi. Me numër 85 Halil Isufi. Me numër 84 Diana Shehu Devaja. Me numër 83 Ilir Kastrati. Me numër 82 Haki Morina. Me numër 81 Safete Qitaku. Me numër 80 Argjend Tasholli. Me numër 79 Nasret Hajrizi. Me numër 78 Arta Nalbani. Me numër 77 Besim Hoxha. Me numër 76 Sami Hoti. Me numër 75 Artan Behrami. Me numër 74 Rushdi Kryeziu. Me numër 73 Dafina Broqi. Me numër 72 Gjafer Hoxhaj. Me numër 71 Lajde Kolgjeraj. Me numër 70 Adriatik Berisha. Me numër 69 Shqipe Zenunaj. Me numër 68 Arben Gega. Me numër 67 Hysni Muhadri. Me numër 66 Fazile Bekteshi. Me numër 65 Nderem Mustafa. Me numër 64 Elmi Fazliu. Me numër 63 Sulejman Berisha. Me numër 62 Sevdije Hoxha. Me numër 61 Fatmir Ramusholli. Me numër 60 Besa Ismaili Ahmeti. Me numër 59 Flamur Tërshnjaku. Me numër 58 Begzad Sinani. Me numër 57 Shaip Kadriaj. Me numër 56 Sara Berisha. Me numër 55 Naim Telaku. Me numër 54 Vlora Pireva. Me numër 53 Kreshnik Sopi. Me numër 52 Betim Ramadani. Me numër 51 Lumnie Rakaj. Me numër 50 Gjevdet Pantina. Me numër 49 Betim Zlanoga. Me numër 48 Fatmir Dervishi. Me numër 47 Shkumbin Demaliaj. Me numër 46 Edonjeta Berisha. Me numër 45 Rahman Jakupi. Me numër 44 Shkëlzen Kastrati. Me numër 43 Adelina Beqiri Minci. Me numër 42 Nait Hasani. Me numër 41 Elvina Syla. Me numër 40 Kujtim Demiri. Me numër 39 Endra Luzha Pula. Me numër 38 Shemse Jashari. Me numër 37 Fitim Selimi. Me numër 35 Lulzim Aliu.
Me numër 34 Elbasan Osmani. Me numër 33 Jona Hoxhaj. Me numër 32 Skender Hoxha. Me numër 31 Miftar Kurti. Me numër 30 Faruk Bojaxhi. Me numër 29 Kaltrina Lohaj. Me numër 28 Hajdar Beqa. Me numër 27 Lorik Maxhuni. Me numër 26 Rashid Qalaj. Me numër 25 Kosovare Murseli. Me numër 24 Visar Korenica. Me numër 23 Arbnore Salihu. Me numër 22 Eman Rahmani. Me numër 21 Eliza Hoxha. Me numër 20 Altin Krasniqi. Me numër 19 Fadil Demaku. Me numër 18 Ariana Musliu Shoshi. Me numër 17 Elme Reqica. Me numër 16 Mërgem Lushtaku. Me numër 15 Rustem Mustafa Remi. Me numër 14 Gjavit Haliti. Me numër 13 Blerta Deliu Kodra. Me numër 12 Ganimete Musliu. Me numër 11 Jakub Nura. Me numër 10 Enver Hoxhaj. Me numër 9 Sala Jashari. Me numër 8 Arben Mustafa. Me numër 7 Rahman Rama. Me numër 6 Besa Kabashi Ramaj. Me numër 5 Arjan Tahiri. Me numër 4 Përparim Gruda. Me numër 3 Vlora Qitaku. Me numër 2 Uran Ismaili. Me duartrokitjen më të madhe të kësaj nate, ju ftoj të presim kryetarin e Partisë Demokratike të Kosovës dhe kryeministrin e ardhshëm të Republikës së Kosovës, Bedri Hamza.
I nderuari kryetar I komunës së Ferizajt, miku im, Zoti Agim Aliu, I nderuari ish kryetari I Partisë Demokratike të Kosovës, shefi I shtabit zgjedhor, miku im, Zoti Memli Krasniqi, I nderuari kryetar I nismes social-demokrate, miku im dhe I gjithë neve, Zoti Fatmir Limaj, të nderuar kryetar të komunës, të Drenasit, Zoti Ladrovci, komunës e Kaçanikut, komunës e Hanit të Lezit, struktura udhëheqëse të Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuara kandidate dhe kandidat nga radhet e Partisë Demokratike të Kosovës, të nderuar qytetar të Ferizajt, të nderuara familje të dëshmorëve, veteran, invalid të luftës, gjithë ju të pranishëm, zonja dhe zotëri. Është nder I veçantë, është vend I veçantë, është zgjedhur në mënyrë të veçantë, që sonte Partia Demokratike ta fillon fushatën nga Ferizaj. Ferizaj I herojve, Ferizaj I ndërmarrësve të suksesshëm, Ferizaj I qytetarëve të ndershëm, Ferizaj I Agim Aliut. Sonte nuk jemi mbledhur vetëm për të hapur një fushat. Sonte jemi mbledhur për të hapur një kapitull 3 për Kosovën, sepse Kosova ka hi në një moment vendimtar. Në një moment ku secili qytetar ndjen të njëjtën gjë, se vendi ynë ka stagnuar. Qytetarët janë lodhur, familjet janë lodhur, bizneset janë lodhur, rinia është lodhur duke pritur. Kosova është në krizë. Krizë ekonomike, krizë sociale, krizë politike, krizë shprese dhe kjo krizë ka një shkaktar. Kjo krizë është rezultat I 6 viteve të arrogancës, konfliktit dhe mungesës së rezultateve. Për 6 vite kemi dëgjuar arsyetime, për 6 vite kemi dëgjuar propagandë, për 6 vite kemi dëgjuar viktimizim. Për sonte, dua t'ju shtroj disa pyetje. A jetoni ju me mirë sot? A jenë ullur çmimet? Apo ju mjaftojnë pagat? A janë spitalet me të mira? A është arsimi me cilësor? A kanë trit me shumë shpresë? A dihen familjet me të sigurta? Përgjigjja është e qartë dhe din të gjithë qytetarët e Kosovës. Jo. Sot, qytetarët e Kosovës paguajnë më shumë për të jetuar më keq. Produktet bazike kushtojnë më shumë. Energjia kushton më shumë. Nafta kushton më shumë. Kosto e jetesës është trajtuar. Ndërsa, pagat dhe pensionet kanë mbetur mbrapa. Qytetarët janë lënë vetëm përballë krizës. Dhe derisa ju luftoni me faturat, me kredit, me çmimet, me pasigurinë, për të ardhmen e fëmijëve dhe familjeve tuaja, Zoti Kurti sulmon të gjithë. Sulmon opozitën, lufton bizneset, lufton mediat, lufton komunat, lufton edhe alatet tonë strategjik. Për më keq, lufton edhe shlirimtare.
derisa ai lufton me të gjithë, Kosova stagnon. Miqtë e mi, Kosova nuk ka më kohë për drama politike. Kosova ka nevojë për punë. Kosova ka nevojë për stabilitet. Kosova ka nevojë për një leadership serioz. Ka nevojë për rezultate. Këto zgjedhje nuk janë zgjedhje për një politikan. Këto zgjedhje janë për ju, për familjen që nuk po arrin me i pagu faturat, për pensionistin që detyrohet të zgjedh cilat borna mund t'i blej, për të riun që diplomon dhe mendon vetëm se si të largohet nga Kosova, për biznisin që mezi po mbijeton, për secili qytetar që beson se Kosova meriton me mirë. Dhe unë besoj fort, Kosova meriton me mirë. Miqtë e dashur, unë nuk hyj në këtë garë për konflikte personale. Unë hyj në këtë garë sepse besoj që shteti funksionon për qytetarët. Unë besoj që politika nuk është teatër. Politika është përgjegjësi. Leadershipi nuk është zhurmë. Leadershipi është rezultat. Prandaj, sonte para juash, duhet flasë qartë për drejtimin që do të marrë Kosova. Qeveria jonë do t'jetë qeveri e punës, qeveri e zhvillimit, qeveri e dignitetit për qytetarët. Ne do t'i ulim çmimet, do t'a heqim të vëshën nga produktet bazë. Qytetarët do t'kenë më shumë para në gjepin e tyre, jo më shumë barë mbi shpinën e tyre. Ne do të rrisim pagat dhe pensionet. 50% rritje pagave për të punësuarit në sektorin publik. 50% rritje për pensionet dhe gjitha ndihmat sociale për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që do të paguhen nga buxheti. Asnjë ndihmë, asnjë pagesë nga buxheti i Kosovës nuk do të jetë më e ulët se 300 euro. Sepse askush në Kosovë nuk duhet të jetoj pa dignitet. Ne do t'i mbështesim bizniset, me pak tatime mbi pagat, gronte deri në 30% për investime, mbështetje për prodhuesit vendor, mbështetje për sipërmarrësit, sepse ekonomia nuk ndërtohet me propagandë. Ekonomia ndërtohet duke punuar dhe duke krijuar vende pune. Ne do të investojmë në energji, në infrastrukturë dhe në teknologji. Do të ndërtojmë kapacitetet të reja energjetike. Do të investojmë në rrugë dhe hekurudha. Do të ndërtojmë infrastrukturën digjitale të Kosovës. Sepse një shtet modern nuk mund të mbetet peng i krizave të përhershme. Ne do të reformojmë shëndetësinë, sigurime shëndetësore për të gjithë, borna falas për smundjet kronike, qendër kombëtare të urgjencës mjekësore, program kombëtar për pacientët me kancer, sepse askush nuk duhet varfërohet për të shëruar. Ne do të reformojmë arsimin. 30 milion euro në vit për studentët, bursa për studentët 30 milion. Aftësim profesional të lidhur me tregun e punës, digitalizim të arsimit, qendra multifunksionale për të rinjt. Sepse rinia jonë nuk është problem për të menaxhuar. Rinia jonë është potenciali më i madh që ka Kosova. Dhe ne do ta forcojmë drejtësinë me të shpejtë, drejtësinë me të panshme, zbatim i plot i ligjit për të gjithë. Sepse qytetarët kanë nevojë për shtet që funksionon, jo për shtet që arsyetohet. Kosova nuk ka humbur shpresën, sepse unë e shoh atë shpresë çdo ditë. E shoh tek punëtorët, vazhdojnë të punojnë ndershëm,
tek ata të rinj që ende ndrojnë për Kosovën, tek bizneset që nuk dorëzohen, tek familjet që sakrifikojnë çdo ditë. Ky popull meriton më shumë se krizë të përhershëm. Ky popull meriton një qeveri që zdohet çdo mëngjes vetëm me një pyetje: si ta bëjmë jetën më të mirë për qytetarët tonë. Këto zgjedhje janë zgjedhje mes dy rrugëve, mes konfliktit dhe stabilitetit, mes stagnimit dhe zhvillimit, mes arrogancës dhe përgjegjësisë, mes krizës dhe rezultateve. Dhe sonte, nga ky moment, nga ky tubim, ne po fillojmë ndryshimin. Ne po fillojmë rikthimin e Kosovës në rrugën e zhvillimit, partneritetit dhe dinjitetit. Kosova nuk është ndërtuar nga njerëzit që ikun nga përgjegjësia. Kosova është ndërtuar nga burra dhe gra që sakrifikuan gjithçka për këtë vend. Partia Demokratike e Kosovës bën mbi supet një pjesë të madhe të historisë së shëndërtimit të Kosovës. Nga lufta për liri, tek shpallja e pavarësisë, tek ndërtimi i institucioneve të shtetit. Dhe sot, liderët tonë, Hashim Thaçi, Kadri Veseli dhe bashkë luftarët e të tyre, Jakub Krasniqi e Recep Selimi tani ndodhen larg familjeve të tyre në Hagë. Ne besojmë në drejtësi, ne besojmë në të vërtetën, dhe ne besojmë e jemi të sigurt se historia nuk mund të rishkruhet. Ata nuk janë vetëm individ, ata janë pjesë e historisë Kosovës, dhe unë besoj fort, ata do të kthehen faqebardh. Faqebardh dhe krenar do të kthehen me të fortë, sepse askush nuk mund ta zbë sakrificën për lirinë e Kosovës, e askush nuk mund ta ndalë ecjen përpara të Kosovës. Ju me 7 qershor do të vendosni, a do të vazhdojmë me krizë, apo do të ndryshojmë Kosovën. Unë besoj që Kosova është gati, gati për stabilitet, gati për kompetencë, gati për zhvillim, dhe unë besoj që bashk mund të ndalim krizën. Bashk mund të ndërtojmë Kosovën. Stop krizës, ndrysho Kosovën. Voto numrin 125, Partinë Demokratike të Kosovës, sepse me fundin e këtij procesi, liderët tonë do të kthehen Kosovën e lirë, Kosovën e tyre, dhe ne do t'i presim me fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës, Hashim Thaçin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe gjithë shënimtarët. Urime, fitore, suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit, suksese.